Mirë se veni në kanalin FB TV. Përshëndetje, unë jam Ariani, një djalë 26 vjeçar me origjinë nga Durrësi, por që prej 5 vitesh jetoj e punoj në Itali. Kush ka provuar emigrimin e di shumë mirë se çfarë do të thot ajo jetë. Punoj në një piceri dhe mbaj 2 turne çdo ditë, për të mbledhur sa më shumë para. Qëllimi im ishte të ndihmoja familjen time në Shqipëri dhe të bëja diçka për veten. Me shumë mundim arrita të blej një gasonjere të vogël, andaj, dhe tani po mbledhja lek që të blija një apartament në Durrës. Jeta ime atje ishte kthyer në një rutinë mbytëse, punë, shtëpi, punë. Kisha filluar të mendoja se kishte ardhur koha të gjeja një vajzë e të krijoja një familje. Sepse të jetosh krejt i vetëm në një shtet të huaj, nuk është as pak e lehtë. Të lodh vetmia kur kthehesh natën vonë dhe gjen vetëm heshtjen e shtëpisë. Tani, në fund të korrikut, mora pushimet dhe erdha në Shqipëri. Në aeroport dolën të më presnin vëllai im dhe gruaja e tij Drita. U gëzova shumë kur i pash. Vëllai kishte 2 vite që ishte martuar, por me Dritën nuk isha pasur mundësi të njihesha mirë. Unë vija vetëm një herë në vit, dhe kohën e kaloja kryesisht me shokët e vjetër, ose duke shkuar për vizita tek të afërmit bashkë me prindrit. Këtë vit kisha vendosur të mos lëvizja shumë dhe ta kaloja të gjithë kohën me familjen. Drita ishte një grua shumë e bukur, nga ato që të bien në sy me një herë, me një pamje që të heqte trurin, por si tep e njehja pak. Në nësime i pëlqente të ankohej shpesh, sa jo nuk ishte shumë e zonja për punët e shtëpisë, por unë nuk u kisha dhënë rëndësi atyre fjalëve. Një ditë vendosëm të shkonim në plazh të gjithë së bashku. Ishte hera e parë që e shihja Dritën me rroba plazhi dhe kishte vërtet një trop shumë të bukur. Ndërkohë që uleshim të shezllanët, unë vija re se ajo më shikonte vazhdimisht dhe në fillim mendova se ishte thjesht një ide e imja, por shikimet e saj drejt meje ishin të tepërta. Nuk ma mbante shikimin në asnjë moment në një vend, vetëm më shikonte dhe qeshte. Kjo sjellje po më foste në siklet të madh. Edhe kur futeshim në ujë, ajo rrinte shumë afër meje, duke më zhytur me shaka. Më shumë afër meje se sa pranë vllait tim, pra burrit të saj. Ai nuk dukej se vinte re gjë, vetëm qeshte edhe ai bashkë me të. Por unë e dija mirë që nuk isha aq afërmitet me të, sa ajo të bënte ato lloj sjelljeje të shpenguara. Ajo ditë kaloi disi dhe u kthyem në shtëpi. Nëna dhe Drita shtruan darkën. Gjatë ngrënjes, filluam të bisedonim për jetën time në Itali. Në një moment, vëllai më pyeti nëse mund të vinte të punonte disa muaj andej nga on. I thash që patjetër, por i kujtova se unë kisha vetëm një gasonjere. Para se ai t'i kthente përgjigjen, ndërhyn me një herë Drita dhe thot se nuk ka problem, mund të rrinin aty pa lidhje. U stepa për një sekond, po mendoja me vete se ku do të shkonte kjo punë, se si do të flinim të tre në një sallon të vetëm. Vëllai e miratoi idenë e saj, duke thënë se ashtu do të punonim pak muaj dhe do të ktheheshim prap
sa po të bënin ca para për të rinovuar shtëpinë. Nuk munda t'u them jo, por me thënë të drejtën, nuk isha as pak i qetë me këtë plan. Pas asoj nate, çdo ditë që kalonte, dilte diçka e re nga goja e dritës. Derisa një det më tha traq, që isha shumë më i bukur se vëllai em, dhe se nuk më kishte njohur mua për para ti. I thash se vëllai em ishte njëri shumë më i mirë se on, por ajo përgjigj prerë. Ende nuk të kam provuar. Atë mbrëmje ishte koha e gjumit, dhe unë e ajo mbetëm vetëm në salon. I thash se po shkoja të flija, duke menduar se thjesht ajo bënte shaka. Ajo mu përgjigj duke më thënë se nëse doja, shoqëri ti tregoja, dhe më dha një puthje në faqe. Trupi mu drodh, por e ndola vetën me njëherë. Shko flet drita, se je lodhur sot dhe nuk e de se çfarë po flet, i thash. Ajo qeshi lehtë, nuk e zgjati mas një fjalë tjetër. Ktheu shpinën dhe shkoi në dhomën e saj, ku po flinte vëllai em. Unë mbeta vetëm në salon, i mbështetur në divan duke parë televizorin e mbyllur. Atë natë nuk më zori gjumi deri në orën 4 të mëngjesit. Koka më zjente nga mendimet. Jeta ime në Itali kishte qenë vetëm punë. Kthehesha në shtëpi në 2 të natës dhe gjeja vetëm heshtjen. Ndërsa këto kisha ardhur për të pushuar, dhe u gjenda në një situatë ku nuk dija se si të veproja. Të nesërmë në mëngjes, situata në shtëpi ishte krejt normale. Vëllai kishte bler byrek, ndërsa drita doli nga dhoma, e veshur shumë thjesht, dhe më tha mirëmëngjesi, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Më bëri përshtypje gjaktësia e saj. Kaluan edhe 3 ditë të tjera, çdo ditë më shumë, prezenca e saj po më bëhe një peshë e rëndë. E shihja kudo në për shtëpi, dhe sado që doja të largoja nga mendja. Ajo e gjende gjithmonë një mënyrë për të qëndruar afër meje. Nuk durova dot më. E dija që nëse rria edhe 2 javë të tjera, si që kisha planin, gjërat mund të merrnin një rrjedhë shumë të gabuar. Të premte në mëngjes preva biletën e tragjetit për të kthyer të dielën. Kur dolëm në balkon për të pirë kafën e mëngjesit, të dielën e darkë nisem. Ju thash atyre, më mori pronari i picerisë. I ka ikur një nga punëtoret dhe duhet të filloj të hënën patjetër. Vëllai em u mërzet pak dhe më tha të rria edhe një javë. Por unë e gënjeva, duke thënë se nuk e lija dot në balt pronarin. Drita nuk foli as një fjalë. Ajo e mbante filxhanin e kafes në dorë, shikonte nga rruga dhe nofulla ishte shtrënguar pak. E kuptoj me njëherë që po ikja për shkak të saj. E diela erdhi shpejt, trageti im nisej në orën 10 të darkës. Pas dite, shtëpia ra në qetësi. Prindrit po flenin, kurse vëllai kishte dalë me shokët. Unë isha në dhomën time dhe po palosja rrobat të valigje e hapur mi krevat. Dëgjova derën e dhomës të hapej ngadalë. Kur ktheva syt poshtë dritën, ajo e mbylli derën e dhomës pa bërë zhurmë dhe bëri 2 hapa brenda. Nuk i thash asgjë, thjesht vazhdova të palosja bluzën. Po ikëm vërtet, tha ajo me zë të ulët. Po ikën te puna, i thashon. Ajo bëri edhe një hap tjetër për para. Ti mund të gënjesh vëllon tënd dhe nënën, por mua
nuk më gënjen dot Arian. Ti po ikë nga onë, unë ngrita syt nga valigjja. Po ikje sepse dua të kem një vëlla kur të kthehem vitin tjetër, Drita. Kjo është shtëpia e familjes sime. Çfarë tha ajo? Ne nuk kemi bërë asgjë. Pse je kaq i trembur? Këto fjalë më dëgjan, nuk isha i trembur. Isha i lodhur nga vetmia dhe nga lufta me veten. Drita e kaloi krevatin dhe doli në anën time. Ajo ndalë përballë meje drejt, aq pranë, sa nuk kisha më hapësirë të bëja asnjë lëvizje tjetër. Unë lash bluzën që po mbaja në dorë të binte mbi valigje. Shtëpia rreth nesh ishte zhytur në heshtje totale. Nuk bëra asnjë hap mbrapsht. I ngrita të dyja duart e mia, i vendosa ngadalë në të dyja anët e fytyrës së saj. Dhe ja kalova gishtat tek flokët pas veshëve. Ajo i mbylli syt sa po i preka fytyrën. Unë u përkula pak përpara dhe e putha drejt në buzë. Ajo nuk priti asnjë sekond. Ma ktheu puthjen me një herë dhe ne qëndruam ashtu në qetësinë e asaj dhome, duke u puthur gjatë, pa e vrarë mendjen se kush flinte në dhomën tjetër, pa menduar për tragedin dhe as për jetën që po më preste të nesërmen. Nëse doni ta dini vazhdimin e historisë, bëjeni videon like.